Buri që gjen një tunel të çuditshëm në oborin e shtëpisë, nuk u beson syve kur sheh çfarë ka brenda. Ndërsa gërmonte oborin e shtëpisë së tij për të mbjellë një kopër të ri, Jasper, një historian amator nga fshati Maine, goditi diçka shumë më të fortë se një gur. Ishte një unaz metalike e ngjitur në një derë druri, e kamufluar nga shtresa dheu dhe bari, që të çonte në një tunel që dukej i paprekur nga koha. Ai zbriti shkallët kërcitëse, me elektrik dore në dorë, duke u përgatitur për të panjohurën. Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqim dhe siguroni që të abononi nëse nuk e keni bërë, dhe goditni zilin e njoftimit në mënyrë që të mos u mbisni asnjë histori të re të burit që gjeti një tunel të çuditshëm. Këmbët e Jasperit po dridheshin ndërsa ai ngadalë u fut në tunelin e errët. Ai ishte bevasuar sikur më parë për këtë. Ai kishte jetuar në këtë shtëpi dhe zotëronte këtë pronë për pjesën më të mirë të 15 viteve. Ky tunel duhet të mbyllej për të paktën atë kohë dhe ndoshta edhe më gjatë, nga shenjat në derën e hyrjes dhe faqosja e vetë tunelit. Jasper vrapoi shpejt për të përshëndetur Monikën dhe për t'i shpjeguar gjithçka. Edhe ajo mbeti e habitur nga zbulimi. Ajo mezi kishte pritur të kthehej në shtëpi me një kopësht në punë, jo në një tunel të fshehtë të thellë në tokë. Por ajo gjithashtu nuk mund të mos ishte paksa kurioze se çfarë mund të ishte atje poshtë, dhe kështu vendosi të bënte disa kërkime, ndërsa Jasper do të bënte gjithçka dhe gjithçka që kishte në fuqi për të thyer derën që ishte në fund tunelit. Monika filloi të gërmonte në të gjithë dokumentacionin e vjetër që kishte për shtëpinë. Ajo kishte ruajtur gjithçka dhe kishte ruajtur në papafingo, dhe shpejt u bë qartë se bunkeri i supozuar bërthamor nuk përmendej askund. Kushdo që e kishte bërë këtë bunker, kishte arritur ta bënte në fshehtësi të plotë. Jasper dhe Monika, të përfshirë me një ndjenjë aventure dhe kurioziteti, nisën një mision për të zbuluar historinë e shtëpisë së tyre. Duke lexuar mbi të dhënat e pluhurosura dhe dokumentet e zbehura, ata kërkuan dokumenta pronësie, arta të vjetra dhe letra të haruara. Kërkimi i tyre i zellshëm dha shpejt frute. Ata zbuluan diçka magjepsëse, dekada më parë, vendbanimi i tyre çuditshëm dikush zotëroi nga një milioner i izoluar, i njohur në zonë për natyrën e tij të pakapshme. Ky individ kishte lënë pas një trashëgimi të madhe në histori. Ndërsa u thelluan më thellë, ata mësuan më shumë për stilin e jetës eksentrike dhe të fshehtë të milionerit. Ai ishte një njeri me zakone të veçanta dhe misterioze. Fqinjtë e asaj epoke kujtonin si një figurë të izoluar, të parallë, por shpesh të spekuluar. Në një cep të plurosur të papafingos, mes relikeve të së shkuarës, gjetën një fotografi të vjetër. Ai tregonte milionerin duke qëndruar pranë një figure misterioze të errësuar nga jetë. Kjo fotografi nuk ishte vetëm një moment i ngrirë në kohë, ishte një dhënë, potencialisht një çelës për të kuptuar historinë më të thellë pas bunkerit. Ndërsa mendonin mbi këtë zbulim të ri, mendimet e tyre u ndërpren nga një trokitje e papritur në derë. Ishte Jonathan, ish presidenti i kompanisë ndërtimit që ndërtoi bunkerin. Kishte ardhur, i tërhequr nga përshpëritjet e së shkuarës, gati për të hedhur dritë mbi sekretet që shtrieshin poshtë këmbëve të tyre. Jonathani, me një fytyrë të plakur që fliste për vite përvojë, filloi të rrëfente historitë të së shkuarës së kompanisë. Ata ishin specialistë në projekte diskrete, duke shërbyer klientëve që vlerësonin privatësinë mbi të gjitha. Historitë e tij pikturuan një tablo të një biznesi që lulëzoi në fshehtësi, duke u përshtatur kërkesave unike të disave të zgjedhurve. Zbulimet e Jonathanit shkuan më thellë. Ai sugjeroi se disa nga projektet e tyre ishin për individ të profilit të lartë, ata që kishin shumë për të mbajtur larg syrit të publikut. Fjalët e tij ishin të kujdesshme, por implikimet ishin të qarta. Bunkeri mund të ishte një nga këto projekte sekrete të porositura nga dikush, me burime dhe nevojën për një fshehtësi të tillë. Ndërsa Jonathani foli, Jasperi dhe Monikës u bë qartë se ky bunker ishte më shumë se një strukturë e haruar. Jonathan, duke u mbështetur nga përvoja e tij e kaluar, sugjeroi se mund të ishte një vend i shenjtë personal i mbushur me kujtime dhe sende me vlerë të thellë sentimentale. Me afrimin e ditës së zbulimit, u bën përgatitjet e fundit. Grupi mlodhi mjetet dhe pajisjet e nevojshme, duke planifikuar me përpikmëri çdo hap të eksplorimit të tyre. Aty përpara tyre shtrihej një tunel në histori. Ajri ishte i ndenjur, por i ngarkuar me thelbin e kohëve të shkuara. Duke hyrë brenda, ata po hynin thjesht në një hapësirë fizike, por një portal në të kaluarën të haruar, një rrëfim i patreguar prej kohësh. Teksa dolën më tej, treshja zbuloi se bunkeri mbante më shumë se sa thjesht pajisje mbijetese. Ishte një depo e sendeve personale,
Çdo artikull tregonte historinë e vet. Libra të vjetër, veshje, madje dhe fotografi u shpërndan përreth, duke krijuar një pamje të gjallë të jetës brenda këtyre mureve. Çdo cep i bunkerit ishte si një faqe nga një libër historie. Artikujt e ruajtur brenda pikturuan një tablo të pasur të një epoke të ndryshme, shënime të shkruara me dorë, fotografi familjare, madje dhe lodra për fëmijë ishin ndërthurura mes furnizimeve. Këto artikuj dhanë një vështrim në botën emocionale të personit që dikur kërkoi strehim këtu, duke kthyer bunkerin e ftohtë në një hapësirë ngrohtësie dhe kujtese. Ndërsa zhyten më thellë, Jasper, Monika dhe Jonathan filluan të bashkojnë jetën e personit që dikur e quajti këtë bunker shtëpi. Shumëllojshmëria e artikujve tregonin për një jetë jetuar në reati dhe siguri. Çdo artefakt, nga luksi në atë praktik, tregonte një histori të një jete komplekse, të pasur dhe plot kontradikta. Eksplorimi tyre çoi në një seksion të papar më parë të bunkerit, i fshehur pas një murit papërshkrueshëm, ishte një dhomë tjetër, një dhomë që mbante sekretet e qëllimit më të thellë të bunkerit. Ky seksion i fshehur zbuloi shtrirjen e vërtet përgatitjeve për skenarët e kiametit. Aty, të rregulluara mjeshtërisht, kishte furnizime dhe sende me vlerë që flisnin për largpamësit pa mas dhe ndoshta paranojë. Raftë dhe mbushura me mallra të konservuara, filtra uji dhe furnizime mjekësore, krahas shufrave të arit dhe monedhave nga vendeve të ndryshme, pikturuan një pamje të planifikimit të përpikt për një të ardhme të pasigurt. Shtrirja e përgatitjeve zbuloi frikën dhe paranojën e milionerit. Ishte i qartë se ky ishte një njeri që, pavarësisht pasurisë së tij, jetonte në frikë të vazhdueshme ndaj një bote që e shikte si të paparashikueshme dhe kërcënuese. Midis sendeve praktike, grupi u përplas me një thesar, objekte të ralla, bizhuteri antike dhe thesare personale të fshehura. Këto sende me vlerë, disa ndoshta me vlerë të rëndësishme historike dhe monetare, u fshehen së bashku me sende të përditshme, duke treguar një përzierje të pasionit të një koleksionisti me pragmatizmin e një preperti. Ndërsa eksploruan thellësitë e bunkerit, grupi reflektoi mbi jetën e milionerit dhe arsyet e tij për një fshehtësi kaq të hollësishme. Ishte i qartë se kjo figurë e izoluar kishte krijuar një botë të tij nën sipërfaqe. Bunkeri ishte më shumë se një stre. Ishte një mbretëri ku ai mund të jetonte pa kufizuar nga bota e jashtme, i rrethuar nga gjërat që donte dhe kujtimet që donte të ruante. Në qetësinë e bunkerit, me zmbetjeve të një epoke të shkuar, Jasper, Monika dhe Jonathan filluan të bashkojnë jetën enigmatike të milionerit. Nëpërmjet letrave, ditarëve dhe sendeve personal, ata fituan njohuri për motivime dhe personalitetin e tij. Ai nuk ishte thjesht një emër apo një fytyrë nga një fotografi. Ai ishte një person me ëndra, frikë dhe kompleksitet, historia e jetës të cilit po shpalosej dal nga dal para tyre. Teksa shoshitnin në artefaktet personale, doli një histori prekse. Milioneri ishte izoluar pas një humbje të thellë personale, largimi të gruas së tij. Kjo ngjarje duket se ishte pika e kthesës në jetën e tij, duke e çuar në një rrugë izolimi dhe frike. Tërheqja e tij në bunker nuk ishte vetëm një tërheqje fizike nga bota, por edhe emocionale, pasi ai u përpoq të mbrojë nga dhimbjet e mëtejshme të zemrës, duke se çdo objekt ishte një histori, një arsye për praninë e tij. Kjo ekzistencë nëntoksore nuk ishte një impuls i papritur, por një zgjedhje qëllimshme që pasqyronte dëshirën e tij për të kontrolluar mjedisin e tij dhe për të mbrojtur veten nga paparashikueshmëria e botës së jashtme. Ndërsa vazhdonin eksplorimin e tyre, Jasper, Monika dhe Jonathan fituan një kuptim më të thellë të jetës dhe zgjedhjeve të vetmuarit. Ata e kuptuan se veprimet e tij ishin të nxitura jo vetëm nga frika, por edhe nga dëshira për të ruajtur atë që kishte të shtrenjtë në një botë të cilës nuk i besonte më. Zbulimi i bunkerit dhe i përmbajtjes së tij i zhyti Jasperin dhe Monikën në një dilemë komplekse morale. Ata u përballën me çështjen e pronësisë, përgjegjësisë dhe respektit për të kaluarën. Implikimet etike të zbulimit të tyre ishin ndërmuese. Ata u gjendën në një udhëkryq, duke vendosur se si të nderonin trashëgiminë e ish-banorit të bunkerit, duke marrë parasysh gjithashtu të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si pronar aktual të pronave. Ata duhet të lundronin ligjet e pronës, të drejtat e trashëgimisë dhe ndoshta pretendimet nga të afërmit e largët të milionerit. Ndërsa diskutonin për të ardhmen e bunkerit dhe përmbajtjen e tij, Jasper dhe Monika peshuan opsionet e tyre. Ata diskutuan se si të menaxhohej dhe ruaj bunkeri, duke pasur parasysh rëndësinë e tij historike dhe historinë personale që mbante. Në fund të fundit, Jasper dhe Monika morën një vendim. Ata zgjodhin një rrugë që nderonte historinë e bunkerit dhe pronarit e tij të mëparshëm,
duke respektuar gjithashtu drejtat e tyre dhe kuadrin ligjor. Udhëtimi i tyre nëpër labirintin e së shkuarës i kishte çuar në një kuptim më të thellë të vetes dhe kompleksitetit të jetës njerëzore. Ata ecën përpara me një sens të ripërtërir qëllimi, të gatshëm për të përqafuar çdo gjë që do të kishte ardhmja.